Një betejë fort politike që nuk I dihet fundi është hapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lidhur me reformat në ligjet për armëmbajtje, pas masakrës në Newtown të shtetit Connecticut. Qindra njerëz protestuan para shoqatës kombëtare të armëve në Washington për të kundërshtuar rezistencën e tyre për të drejtën e armëmbajtjes. Masakra e Newtown ka ringjallur debatin mbi kontrollin e armëve dhe e ka bërë në Iran objektin kryesor të kritikave. Për kryetarin e Bashkisë së New Yorkut Michael Bloomberg, 34 amerikanë që vriten çdo ditë me armë është një fakt revoltues, por fuqia politike e NRA-s është e jashtëzakonshme. Kjo organizatë ka 4 milion anëtar që mbështesin të drejtën e armëmbajtjes, si një e drejtë themelore e amerikanëve sankcionuar në amendamentin e 2 të Kushtetutës. Shoqata kombëtare e armëve NRA I ka cilësuar vrasjet si akte të tmerrshme dhe të pakuptueshme dhe është shprehur e gatshme për ato që I quan kontribute kuptim plot për të garantuar që incidente të tilla nuk do të ndodhin më. Nuk është ende e qartë nëse masakra e fundit do të sjellë ndryshime të përhershme në mentalitetin e amerikanëve për kontrollin e armëve.